Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. U ba'd, vazhdojmë dhe zërë me shpjegimin e librit të Ibn Qayyimit rahimahullah, mesazhi i tij që ja ka dërgu njëri prej vëllezërve të tij. Në dersën e kaluam, morëm vëllezër temën që ka sjellë Ibn Qayyimi, që kishte të bënte me udhëzimin, hidayetin e Allahut subhanahu wa taala dhe rëndësinë e madhe që e ka domosdoshmërinë në jetën e njeriut, dhe thamë se askush nuk mundet me u pavarësu nga udhëzimi i Allahu subhanahu wa taala, qoftë edhe për një çast të vetëm sa hapë mbyll syt, për ndryshe njeriu ka me dështu në jetën e kësaj bote. Sot do ta marrim temën tjetër që ka sjellë Ibn Qayyim rahimahullah, edhe vazhdon Ibn Qayyim në këtë libër madhështor dhe thotë: "Waqad athna Allahu subhanahu ala ibadihi al-mu'minin." Thotë Allahu subhanahu wa taala gjithashtu i ka lavdru robërit e tij besimtar, alladhina yas'alunahu an yaj'alahum a'immatan yuhtada bihim, të cilët e lutin Allahu subhanahu wa taala që Allahu me i ba ata imamlar, po pris, me anë të cilëve njerëzit udhëzohen edhe i marrin ata si shembull. Thotë faqad qala ta'ala fi sifati ibadihi, Allahu subhanahu wa taala kur i përshkruan robërit e tij të zgjedhur, thotë: "Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." Dhe ata të cilët thonë: "O Zoti ynë, na jep nga bashortët tona edhe fëmijët tanë, pasardhësit tanë, atë që është prehje për sytë tonë, dhe na bëj imam, udhëheqës për njerëzit e devotshëm." Pra këtë ajet, vëllezër, shkon në këto ajete, apo ky ajet ka ardhur në disa ajete, pas bashku me disa ajete që Allahu subhanahu wa taala i ka përmend në fund të surës Al-Furqan, ku i përshkruan robërit e tij të mirëfillt. Wa ibadur rahman, fillon kështu, dhe robërit e të gjithë mëshirshmit. Shkon vëllezër se si Allahu subhanahu wa taala këta njerëz, këta robër për ja atribon vetes tij, robërit e Allahut, për robërit e gjithë mëshirshmit, për me tregu pozitën e lartë që kanë këta njerëz, edhe për me tregu se këta njerëz nderuam edhe kanë pozitë, edhe janë fisnik të Allahu subhanahu wa taala. Çështja tjetër, vëllezër, po thotë wa ibadur rahman, dhe robërit e gjithë mëshirshmit, ja ka atribu Allahu subhanahu wa taala këta njerëz tek emri i tij Ar-Rahman, i gjithë mëshirshëm. Emri që ka të bëjë me mëshirën, që tregon mëshirën e gjerë të Allahu subhanahu wa taala. Me tregu se mëshira Allahu subhanahu wa taala, pjesa më e madhe e mëshirës të Allahu subhanahu wa taala është për këta njerëz. Pra këta kanë më shumë të hisen mëshirën e Allahu subhanahu wa taala. E Allahu vëllezër në këto ajete i përmend shumë cilësi të këtyre njerëzve, në mesin e cilësive që ai përmend se ata kthehen te Allahu subhanahu wa taala vazhdimisht me kërkesa edhe me lutje, pastaj i përmend Allahu subhanahu wa taala lloje ndryshme të lutjeve, kërkesave që ja parashtrojnë atij. Gjitha këto na tregojnë vëllezër se këta janë njerëz që janë tërësisht kthyer drejt Allahu subhanahu wa taala. Në çdo çështje tyre i drejtohen Allahu subhanahu wa taala, kërkojnë prej Allahu subhanahu wa taala, i mbështeten Allahu subhanahu wa taala. Ashtu, bën siç kërkon një rob i cili është i nënshtruar, i përulun, i thyer, i cili e din se ka nevojë domosdoshme, patjetërsueshme për Allahun subhanahu wa taala, edhe s'mundet mu pavarësu prej tij asnjë hapje e mbyllje syne. Në mesin e këtyre lutjeve që i bajnë këta njerëz, me këtë pozitë lartë të Allahu subhanahu wa taala, është edhe kjo, se ata kërkojnë prej Allahu subhanahu wa taala që më jau përmirësu bashortet e tyre edhe fëmijët e tyre. Rabbana, thonë o Zoti ynë, shkon edhe se si afrohen te Allahu subhanahu wa taala përmes emrit Rabb, që do thotë Zot, që tregon për zotërimin e Allahu subhanahu wa taala ndaj krijesave. E mi u drejtu Allahu subhanahu wa taala vëllezër me lutje përmes këtij emri, e ka këtu një sekret.
nëse shfletojmë Kur'anin, vrejmë se pjesa më e madhe gati të gjitha lutjet e pejgamberëve që i përmend Allahu në Kur'an që ja kanë bërë Allahut, fillojnë me këtë emër të Allahut, Zot Rabbana ose Rabbi, Zoti ynë ose Zoti ynë. E cilë është sekreti vëllezër këto? Kanë thënë disa dietar e kanë bërë kështu këtë lutje me këtë emër të Allahut subhanahu wa taala, nga që e kanë pas parasysh se Allahu është krijuesi i tyre edhe ai i cili kujdeset për ta. Pra kanë pas e kanë sjellë ndërmend kujdesin e Allahut ndaj tyre. Kujdesin e Allahut ndaj robërve të tij të sinqert, evlijave të tij, njerëzve të dallum. Andaj kanë kërku afrim të Allahu subhanahu wa taala përmes këtij emri, pa përmes zotërimit të tij ndaj krijesave. Pra me është thjeshtësu këta vëllezër, sikur kanë thënë, o Zoti ynë, ti i cili na ke kriju neve, ti i cili kujdesesh për neve, ti i cili na furnizon neve, ti i cili na jep, na dhuron atë që kërkojmë prej teje, e nga njëherë edhe pa kërku fare na jep shumë. Ti i cili na ke udhëzuar në rrugën e drejtë, na ke dhënë sukses, na ke përmirësu, na ke nderu, na ke bë mirë. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Përmirësona, do të thotë që kërkojnë përmirësimin edhe bashortëve tyre edhe të fëmijëve tyre. Por gjitha këto kuptime vëllezër hyn tek zotrimi Allahu subhanahu wa taala ndaj krijesave. Po thonë hab lana, kone na dhuro. Prej emrave të Allahu subhanahu wa taala vëllezër është Al-Wahhab. Al-Wahhab do të thotë çka dhuruesi i madh, ai që dhuron shumë pa hesab. Ai në dorën e cilin janë gjitha dhuratat, gjitha begatit, gjitha nimetet. Si të Allahu në një ajet tjetër, lillahi mulku s-samawati wal ard. Vetëm Allahut i përket pushteti dhe sundimi i qiejve dhe i tokës. Yakhluqu ma yasha. Allahu krijon çka don. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Kujdo Allahu i dhuron fëmijë femra dhe kujdo Allahu i dhuron fëmijë meshkuj. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Apo kujdo Allahu i jep fëmijë edhe meshkuj edhe femra. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dhe këdo Allahu e lën steril pa fëmijë. Inna Allaha alimun hakim. Se Allahu është i gjithdijshëm edhe është i gjithur. Po shikoni vëllezër, pra yehebu, dhuron. Pra Allahu është El-Wahhab, ai dorën e cilit janë gjitha dhuratat, mirësitë dhe begatit. Nuk ka mundësi vëllezër, njeriu me pas bashortë të devotshme, bashortë të mirë, ku ai gjen prehje shpirtërore, kënaqësi për sytë e tij, nga që është e bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala, nëse Allahu nuk ja mundson një gjatë. Edhe në anën tjetër, nuk ka mundësi njeriu me pas vëllezër pasardhës të mirë, fëmijë të mirë, që janë rrugën e Allahut subhanahu wa taala, që i bindën Allahut, i kryjnë obligimet, largohen prej harameve, nëse Allahu nuk i përmirëson, nuk i bën tillë. Çdo gjë është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi me pas të shtëpi të rahatshme, të qetë, lumtur, mjetin e udhimit në cilin udhton po ashtu, nëse Allahu nuk ta mundson një gjatë. Që do të thotë se çdo e mirë e cila dhe vjen ty është prej Allahu subhanahu wa taala, prej atij pra që e ka emrin El-Wahhab, që është dhurues i madh. Pse se ai është që e posedon të mirën edhe damin, pra kjo mënyrë reale. Edhe nëse të vjen mirësia apo e mira përmes dikujt prej krijesave të Allahu subhanahu wa taala, realisht vëllazër Allahu është ai i cili e ka bë ata sebeb, edhe përmes tij ta ka thënë të mirë edhe një hajër. Mirë, por realisht Allahu është ai që të ka ndihmu, Allahu është ai që të ka dhënë, Allahu është ai që të ka dhuru, Allahu është ai që të ka largu brengën, fatkeqësinë, smundjen, gjitha këto. Andaj këta njerëz që kuptojnë këta mirë, ta rob devotshëm të Allahut, edhe e lutin Allahun, sepse e dinë se çdo gjë është në dorë të Allahut. Andaj i drejtohen Allahut me lutje, edhe thonë hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. O Zoti ynë,
na jep nga bashortët tona edhe fëmijët tan atë që është prehje për sytë tan, kënaqësi për sytë ton. Kur e shikojmë bashortën edhe fëmijët na kënaqen sytë. E kur ndodh vëllezër kjo? Kur janë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pra kur gruaja bashortja e po ashtu edhe burri me kanë kënaqësi për sytë e bashortës vet, është kur janë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kur i kryen obligimet që i kërkon Allahu edhe largohen prej harame. Pra për shkaqeve të lumturisë dhe në jetën e kësaj bote, është bashortja apo bashorti i devotshëm në shtëpi ku jeton familja. E nëse Allahu subhanahu wa taala të ka nderuar në shtëpinë ku je me bashortë të devotshme, të bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala, apo femrën e ka nderuar me një bashkëshort devotshëm që i bindet Allahu subhanahu wa taala, edhe me fëmijë të mirë devotshëm, ai shtëpi vëllezër është e lumtur. Çka është lumturia reale? Çka është lumturia e vërtetë? E pe mjerimit, Allahu na ruaj, pe mjerimit edhe gjendjes tran, është kur njeriu sprovohet në shtëpinë e tij me bashortë ose bashortja me bashort, apo prindrit me fëmijë që nuk janë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Shtëpia është vendi ku njeri e gjen lumturinë, rahatin, qetësinë shpirtërore. Del për shembull i Zoti shtëpisë lart, shtëpisë del ditën, punon, lodhet, ka raporte ndryshme me njerëz, ka plot nga nervozizmi, nga lodhja, nga raskapitja. E pastaj pas kësaj lodhje, raskapitje, këtij mundimi kthehet në shtëpi. Aty ku e pret domethënë çka qetësia. Andaj kur kthehet në shtëpi, ka nevojë për qetësi shpirtërore, ka nevojë për lumturi. E kjo nuk arrihet vëllezër ndryshe veç se nëse ka bashortë të devotshme, që i tutet Allahu subhanahu wa taala edhe fëmijë të tillë. Mirë, po në anën tjetër vëllezër, edhe bashorti duhet me kanë i tillë që kur hyn në shtëpi, edhe pse është i lodhur nga puna, i raskapitur nga puna, nuk do të më thonë atë nervozizmin që e ka marrë atje jashtë shtëpisë me e prunë shtëpi, edhe me i ba telashe antar të shtëpisë. Do një farë mënyrë muhakmar të është të kush të bashortja dhe të këfmijët, jo. Njeri, si që kanë thanë brezat e partë islamit, e tregon moralin e vetë në shtëpi. Apo do në me ditë kush je, sikur me këqyr vetën pasyre, shikoje si po sillesh me bashortën tane me fëmijët e tu. Pse se njeri kur del jashtë vëllezër, njeri maskohet. Njeri do më thonë që ka mundet më të regu pak, një farë me të regu farloj dyftërsie, do më në ruhet para njerëzve tjere. Të regon moral të mirë, sjellje të mirë, të regon dorë, ka moral të mirë, mirë po kur hin shtëpi, bjen maska, se nuk të sheh kërkush, je vetëm 4 mureve me antarë të shtëpit, që aty e të regon vetën kush je. Andaj lëzën moralin e mirë, sjelljen e mirë duhet me rujt për ata njerëz që ki më të afër në shtëpi tane, e jo me kanë e kundër të Allahu na ruaj. Don kur del jashtë, njerëz më çudit me moralin ton të mirë, ndërsa kur kthehesh në shtëpi, ndryshon tërësisht, bash njëri tjetër, njëri i vrazhd, njëri që nuk buzëqesh, njëri që bërtet, njëri që frikohen antarët e shtëpisë prej teje. A duhet me pas kujdes, muslimani nuk duhet me kanë kështu. Ose pra, që kjo është lumturia në shtëpinë e njerëzit që po mundohet këtu Ibn Kaimi rahimahullah me na paraqisit, pra kur antarët e shtëpisë dhe janë rrugën e Allahu subhanahu wa taala, sikur bashortja, sikur pasardhët e tyre edhe fëmijët e tyre. Andaj duke e ditë rëndësinë e kësaj, ata e lusin Allahun subhanahu wa taala që më ia mundsoni gjatë tillë. E kjo është dhurata vëllezër më e madhe që mundet Allahu më ia jep një njeri. Dhurata më e madhe që mundet më të jep Allahu, apo dhurata ndër dhuratat më të mëdha që t'i jep Allahu subhanahu wa taala, është kur ti ke bashortë të devotshme, muslimane të mirë, që i friksohet Allahu subhanahu wa taala, edhe ki fëmijë që janë rrugën e Allahu subhanahu wa taala. Që kjo është ajo që ty ka me sjell dobi në këtë botë, edhe dobi në botën tjetër, që sa i kemi apa hajrin sa je gjallë, edhe mas vdekjes,
Sa je gjallë, përderisa ki të bëjsh me njerëz që i tutën Allahu subhanahu wa taala, sikur bashortja, sikur fëmijët, atëherë ata nuk kanë me të hinë hak kur gjë. Je i sigurt më dhan për këtë drejtim. Pse se i tutën Allahu subhanahu wa taala në raport me ty, si bashort ose si prind, si bab. Ndërsa si i vdekur, prap kimi aba hajrin. Pse ke lanë mrapa fëmijë dhe njerëz mirë që lutën për ty. E ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot idha mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu. Kur vdes njeriu, i ndërpritën punët e mira, mbyllet regjistri, nuk shkruhet më kur gjë. Thot illa min thalath, me përjashtim të 3 gjërave. Sadaqatun jariyah. E ke lanë dikun një sadakë rrjedhse, edhe tash të vjen shpërblimi, domethënë edhe duke qenë në varr. Wa ilmun yuntafa'u bihi, apo ke lanë dije mrapa vetë që njerëzit përfitojnë prej saj. Edhe kjo e fundit thot waladun salihun yad'u la. Ke lanë mrapa një fëmijë të mirë, devotshëm, i cili lutet për ty. Pastaj pa njeri kur e sheh si tham familjen e vet në rrugt të Allahu subhanahu wa taala, ai gëzohet. Gëzohet se janë bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gëzohet se e din se e ka kryer misionin e tij me sukses. I ka eduku ashtu siç ka kërku Allahu subhanahu wa taala. Allah thot ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijar. O besimtar, ruajini vetveten, mas pari, edhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Lëndjekse e cilit janë njerëzit dhe gurt Allahun. Qysh me i rujt nga zjarri? Kanë thënë dietarët e brezave të parë të Islamit, allimuhum wa addibuhum. Te ki këtë përgjegjësi si Zoti i shtëpisë, e keni përgjegjësi shumë të madhe me i mësu edhe me eduku. Andaj për vëllezër njeri, sistem kur të ka dhuru Allahu subhanahu wa taala bashortë të devotshme, apo bashortës i ka dhuru Allahu bashort devotshëm, edhe fëmijë devotshëm, cilët i kryejnë obligimet e Allahu subhanahu wa taala, largohen prej harameve. Kjo bën që ai me përjetu kënaqësi të madhe shpirtërore. Pse se e sheh, më thanë, atë frutin e punëve të tij, që u bë sebeb në jetën e kësaj bote. Andaj i qetësohen syt, i kënaqen syt, i kënaqet shpirti. Nuk ka për ta më brenga dhe pikllime të cilat i trazojnë dhe i trazojnë jetën njerëzve tjerë. Për shkak se nuk e ka bashortën rrugë drejt, apo fëmijët e tij e kështu me radhë. E fëmia kur është i devotshëm vëllazër është mbulesë për prindin e vet, është mbështetje për prindin e vet në këtë botë, edhe shkak që në ahiret atij prindi më u ngrit gradat. Andaj kjo është vëllazër një sferë kur ti si prind duhet me dhanë mund të madh në dunja. Edhe pastaj edhe me e lutë Allahun që është po na mëson këtu Allahu subhanahu wa taala. Jo vetëm me dhanë mund, pa e lutë Allahun, edhe në anën tjetër, jo vetëm me lutë Allahun edhe pa dhanë mund. Dyja duhet me i bë bashkë. Edhe me ditë me kanë i bindun se që ky mund që ti e ke dhanë këtë jetën e kësaj bote, që fëmijët e tu me kanë rrugën e drejtë, nuk ka me shku kuq, nuk ka me shku kot. Mirë po kimi apasi që tham hajrin këtë botë edhe mas vdekjes. Mas vdekjes se ai fëmijë ka mu lutë për ty. Edhe lutja ti pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Shavëzër ka anë hadithet sakta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo punë që e bën fëmia jot ty të vjen sevapi. Çdo punë të mirë që e bën fëmia jot ty të vjen sevapi edhe të mbushet peshorja e veprave të mira. Pse se fëmia ka dalë prej teje, është pjesë e jote. Shavëzër në ditën e kiametit njeri t'i ngritën gradat në xhenet, edhe pse nuk ka bën ndoshta shumë punë që me meritu ato grada. Ai çuditet e për nga i vjen kjo vëllazër, i thuhet se fëmia jot e ka mësu Kur'anin, po një ba sebeb ti që fëmijës tonë më mësu Kur'anin, apo fëmia jot ka bë istighfar, ka kërku prej Allahut që Allahu më të fal, apo punë tjera të mira. Gjitha këto vëllazër çka i kimi gjet në peshorën e veprave të mira, atëherë kur ki nevojë për një sevap vetëm që më shpëtu nga dënimi Allahu subhanahu wa taala. Pra këta e dinë rëndësinë e kësaj këta njerëz. Për këtë arsye
e lutin Allahun subhanahu wa taala që më i dhanë bashkëshortë të devotshme edhe të fëmijë devotshëm që janë bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj lutja tjetër që e bajnë këta njerëz, tregon Allahu thotë për ta edhe e lutin Allahun thonë waj'alna lil muttaqina imama. O Allah, o Zot, na bëj pris, shembull për njerëzit e devotshëm. Shembull në hajër vëllezër, shembull në të mira, që njerëzit me të marrë shembull, me marrë nasihat në ty për të mirë, edhe kur të shohin ashtu se je musliman i mirë, musliman i devotshëm, të imitojnë veprimet e tua edhe i ndjekin veprimet e tua. E kur bëhet njeri vëllezër i tillë, kur bëhesh pris për njerëzit, nuk mundesh mu bë përveç nëse në vetvete ki sifatet hajrit të bon të ti cilësitë e mira. Do thotë ti je si reflektim, si pasqyrim i çdo të mire. Dëshirojnë domethënë vërtetësinë e shohin te ti. Dëshirojnë besnikrinë për mbushjen e amaneteve, mbajtjen e fjalës e shohin te ti. Dëshirojnë veprat e mira se si me i kry i shohin te ti. Dojnë me ditë se si duhet më mbajt lidhjet me njerëzit me farefisin i shohin te ti. Dojnë me ditë se si duhet me i kry obligimet më largu prej harameve i shohin te ti. Pra nuk mundesh me kam vëllezër i tillë që njerëzit me të marrë shembull që ju pri njerëzve, përveç nëse në vetvete je i mirë, e reformon, mas pari e rregullon veten tënde, je i qëndrueshëm bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, i kryen obligimet, largohesh prej harameve, edhe i merr, siç do ta marrin tani, i merr shembull njerëzit e mirë që kanë qenë para teje. Kur ti merr shembull njerëzit e mirë që kanë qenë para teje, atëherë edhe me gjitha ato cilësi tjera që i përmendëm, je i denj, je kompetent që njerëzit ty tash me të marrë shembull edhe me të pasu. Shahadët Zoti Ibn Qayyim rahimahullah, faman itamma bi ahli sunnati qablahu. Kushdo që i pason ehli sunnetin që kanë qenë para tij, pra brezat e parë të Islamit, edhe dietarët, imamllarët e mëdhej, thot itamma bihi man ba'dahu wa man ma'ahu. Allahu bën që mu pasu ky njeri nga ata që vinë mas gjenerate, edhe ata që jetojnë në kohën e tij. Pse? Se i ka të bu, si shtanë dhe gjitha cilësitë e mira në vetën e vetë, edhe ja ka shtu krahas saj pasimin e njerëzve të mirë që kanë qenë para tij. E Allahu na ruaj në anën tjetër, nëse njeriu është i shkujdesun, është në humbje, është në devijim, nuk mundet me kanë prisë edhe shembull për tjerë. Pse se në vetveten e tij ende nuk ka arrit që me i përmbush domethënë ato cilësitë e hajrit, cilësitë e mirësisë. Ende domethënë ka nevojë për reformim. Ende ka obligime pa kry. Qoftë ndaj Allahut, qoftë ndaj krijesave, ende është njeriu që bën haram. Andaj nëse i ka këto njeri vëllezër, nëse i ki këto cilësi, nuk mundesh me kanë shembull i mirë për tjerë. E kjo vëllezër është një dobi që për asjellë Ibn Qayyimi rahimahullah, është një dobi vërtet madhështore që të vyn ty si musliman, edhe të hyn punë shumë ty si musliman në jetën tënde. Dëshiron me kanë pris i njerëzve të mirë, do thotë që njerëzit e mirë, devotshëm me të marrë ty si shembull, nuk mundesh veç se nëse e lufton vetveten që me i përmbledh më ato cilësitë e hajrit në veten tënde, edhe në anën tjetër me i pasu brezat e parë të Islamit, me ecë rrugës tyne, metodologjisë tyne. Pra ushtron veten, e mëson veten që me i pasu ata burrat ndaj, ata njerëz të mirë që kanë qenë në kohën e parë të Islamit. Mirë po jo vëllezër vetëm pretendim. Mirë po qëllimi është që ti me i ndjek, me i pasu gjurmët e tyre për një mu cilësu me moralin e tyre, me vlerat që ata i kanë pas. E nëse vepron kështu, atëherë Allahu ka me të ndëru në këtë botë që ti ke mu bë shembull për tjerë. Shembull me fjalët e tua, shembull me veprat e tua. Se nga një herë dhe zëridina, njeri ma shumë ndikon të këtjerët me veprat e tij se sa me fjalët e tij. Bëhet shembull pra me vepra.
Njerëzit më shumë ndikohen prej fjalëve se sa prej më shumë ndikohen prej veprave se sa prej fjalëve. Kur e shohin një njeri që është në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, edhe shohin te ai çdo hajër, çdo mirësi, edhe largim nga çdo e keqe, çdo gjë dyshim, nuk ka nevojë mi u fol, mi u bë davet me fjalë hiç. Të marrin shembull me anë të veprave. Mund është një shoqëri, një lagje, një komunitet ku jeton me e drejtu, me e udhëzu, me lejen e Allahut vetëm me veprat e tua. Pse se tash je bë shembull që ndiqesh nga tjerët. Pra Allahu të ka nderuar me një gjatë tim. Thot Ibn Kaimi rahimahullah, thot sharo se kush janë këta devotshmit, thot këta janë kulluhum ala tariqin wahid. Këta janë gjithë që janë me një rrugë. Nahjuhum wahid. Metodologjia e tyre thot është një. Wa ma'buduhum wahid. I adhuruar i tyre është një. Thot wa atba'u kitabin wahid, janë pasues të vetëm një libri, pra Kur'anit, wa nabiyyin wahid, vetëm të një profeti, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa abidu rabbin wahid, janë rob të vetëm një Zoti, pra të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot fa dinuhum wahidun wa nabiyuhum wahidun wa kitabuhum wahidun wa ma'buduhum wahid. Feja atyre është një, profeti i tyre sallallahu alaihi wasallam është një, libra e tyre Kur'ani është një, i adhuruar i tyre Allah është një. Ja shtojmë kësaj, themi edhe kibla aty në është një. Thot fa ka'annahum kulluhum imamun wahid. Andaj të këta njerëz që sikur gjithë janë vetëm një njeri, një imam që pasohet. Pse vëllezër? Se krejt e ndjekon vetëm një rrugë, rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shtabër Abul Mudhaffar as-Sam'ani rahimahullah, dietari madh Islam, ka thënë lidhur me këta që ka thënë këtu Ibn Kaimi, apo në kuptimin e fjalëve, na ka provë disa fjalë madhështore ku thot, nëse thot i shikon fjalët e brezave të parë të Islamit, edhe fjalët e atyre që i pasojnë ata prej të mëvonshmëve. Pa marrë parasysh thot se vendet ku jetojnë ose këta tash apo ku kanë jetu ata ndryshojnë. Gjuhët e tyra ndryshojnë. Disa thot janë arab, disa jo arab. Vendet i kanë larg njëri nga tjetri. Mirë po thot gjenë se fjalët e tyre në akiden, besimin e Allahut, edhe në fe janë sikur fjala e një njerit vetëm. E lexon fjalët e atij që i ka thënë para 1400 vjetë, fjalët e një dietari sot që i pason ata mas 1400 vjetë, vren se fjalët janë një. Sikur me i thënë ai sikur një. E pse është vëzër kështu? Pse burimi prej ka kanë marrë fen vëzër është një. Origjina është një. Pra gjithë e kanë marrë fen nga libri i Allahut, nga suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa tjerë që nuk e pasojnë këtë rrugë, mirë po marrin fen nga gjana tjera, atër pa dyshim që kanë me pas mendimet kundërthanëse, mendime ndryshme dhe kanë me pas përçarje me zveti. A shkona të tash kur themi e immetu selef, për shkakun themi imamt tek brezat e parë të Islamit, sahabët, tabiin dhe kështu me radhë. Kur themi imam filani, realisht vëllezër, sikur këta njerëz kur themi kështu, edhe pse janë imam ndryshëm, kur i shikojmë fjalët e tyre, mësimet që ai kanë dhënë, është sikur me kanë një njeri, janë sikur me kanë një njeri i vetëm. Pse se akiden, besimin e kanë pas një, fen e kanë pas një, sikur me kanë një njeri. Pse se gjithë fen e kanë marrë nga libri i Allahut, nga suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër, edhe na duhet me ndjek rrugën e tyre, metodologjinë e tyre, me ecë hapave të gjurmëve të tyre, e jo me i ndjek njerëzit cilët kanë devijuar nga kjo rrugë. Njerëz që i ndjekin epshet e vete, njerëz që i pasojnë bidate të ndryshme, shpikjet që i kanë shpikë në këtë fe madhështore, cilët kanë devijuar edhe janë zhytur në devijimin e tyre, edhe kanë kundërshtuar këtë rrugë, cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e tij. Nëse shikojmë dhe zërshkonë në bazë kësaj çaucek, vrejmë se ata që pasohen nga njerëzit janë dy lloje. Kemi imam, që janë imam që i thrasin njerëzit
pris që i thrasin njerëzit në hak, në vërtetën, edhe i thrasin në udhëzim, edhe në rrugën cile ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, edhe tjerë Allahu na ruaj, janë a'immatul dhalal. Janë thirrsa drejt devijimit, cilët i thrasin njerëzit drejt zjarrit xhehenemit, Allahu na. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam. Janë thirrës për në rrugën e xhehenemit. Men ajabahum, kush i përgjigjet, e hedhin zjarr xhehenemit, Allahu na. Çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadith sakt, edhe ka thënë inna min akhwafi ma akhafu ala ummati al-a'immat al-mudhillin. Një prej gjanave thotë që mas shumë të i friksona për umetin tim, domethënë që për shkak kësaj kanë me deviju nga rruga e Allahut, thotë janë al-a'immatul mudhillin. Prisat e devijum, që nuk janë rrugë drejt, andaj i devijojnë edhe tjerët nga rruga e Allahut subhanahu wa taala përmes pashtynë bidateve, gjana shpikurave, edhe mësimeve të devijume që ja u japin njerëzve. E fatkeqësisht vëllazër, në kohën tonë që jetojmë janë bashkë shumë. Edhe pra, Ibn Qayyim po don me na sqaruar se ata ehlut taqwa, i thartë të takvallahut, i thartë të imanit, i thartë të tauhidit, i thartë të vërtetësisë, i thartë të sinqeritetit, brezat e parë tonë të mirë, me cilët na mburremi. Krejt këta fenë e kanë marrë vëllazër nga një burim. Shta nëse e pyet si tham ndonjërin për ndonjë mesele, ose është pyet ndaj kush prej tyre për ndonjë mesele të fesë, për meseleve që nuk kanë bëjnë me ijtihadin, pra që duhet patjetër aty me, domethënë, nuk ka aty hapësirë për me dhënë njëri mendim. Edhe është pyet një njerëz që ka ardhur më vonë që i pason po këta breza. E vrem vëllazër se përgjigja është e njëjtë edhe identike. Pse se metodologjia vëllazër është e njëjtë. Rruga është e njëjtë, burimi prej nga kanë marrë fen, edhe si argumentojnë, argumentet janë të njëjta. Është libri i Allahut, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i kuptuar këto dyja sipas brezave të parë të Islamit. Nëse na po ndalemi këtu mjaft për sot, në dersin e radhës inshallah do ta marrim se si na sqaron Ibn Qayyim rahimahullah se si e arrin njeriu që të çenurit shembull për tjerët në fenë Allahu subhanahu wa taala, pra na i përmend shkaqet, e ne lutim Allahun subhanahu wa taala të na sjellë dobimat që dëgjum, e lutim Allahun subhanahu wa taala më na shtu dijen e khairit. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.